Ilaçet po, mund t'jenë 1/6 2 vaksina. Por ndërkohë vërtetua që ishte gjitha fake pjesa e parandalimit, mos përhapje, siç gjitha prava, ama ti du ta bësh çdo 6 muaj. Tani çfarë do të thonë njëherë 6 muaj dhe fçosh frigoriferi këtë mes. Unë nuk besoj që vaksina e parë dhe e dytë si doza kishin projekt seleksionim. Vaksina e parë dhe e dytë ishte si thosh një mësim botror i publikut që kjo është e vetmja zgjidhje. Pra, nëse doni shpëtim, pra dilni në rrugë, shkoni të punonit, mos u mbyllni në shtëpi, mos u gjobisni, mos vdisni nga vaksin për pa efekt për sy faqe. Jo, prit jo. Jo, ka. Jo, mo vaksinat ka vrarë dynjon. Po them, Klasë e para e dyta. e para dhe e dyta është kështu, ke parasysh rjeta, ndet, me ka peshk. Pa përcaktim. Por të dy vaksinat e para kishin një funksion të jashtëzakonshëm në krijimin e databazave digjitale të inteligjencës artificiale. Që do të thotë, Altini, Goxha të shkojë të vaksinohet për shembull, bëri dozën e parë, e shkruajti emrin. Që të bëjë dytën, do të tregoj që e ka bërë të parën. Pra, u konfirmua Altini në sistem. Ke e dyta. Që është, vazhdon të jetë. Se ke i pari gjithë populli, gjithë bota. Ke i dyti krijohet linja. Qa është krijimi i linjës me ke dy dozat e para? Do thotë u ndërtua databaza jote. Që ka dhe 12 të tjera rrugës apo. Tani pyetja është kur unë bëj dozën e parë, mbaj radhën dhe bëj dozën apo? Edhe për të dytën e njëjta gjë. Po kur bëhet e dyta, ti e futur në databazë për të dozën e tretë si ta bësh, do të vijë njoftimi. Me datë dhe me orë. Apo, Si që ka shku të gjithë dhe në përbot. filloj tash. Këtu fillojnë gjithë çështjet.